Ju duke vendosur një ministër i cili i takon komuniteti që 1% bën pjesë në popullsinë e përgjithshme dhe e vendonin mbi të gjithë dikasterët pra 81 komuna sa ka shteti jon, vendi jon, pushtet lokal, në mesin e të cilave një numër i konsiderueshëm i këtyre komunave afër 17 me shumicë shqiptare, ju jeni duke na treguar se veç keni filluar të reflektoni. Pra ju jeni duke na thënë ndryshe se mbasi një pjesëtar i komuniteti që është 1% në shtet, më falni që po flas me përqindje, po e kam patjetër sepse unë si shqiptare dhe gjuha më thirret me përqindje, dimensionet e flamurit na trajtohen me thyes e kështu me radhë, kështu që kam të drejtë edhe unë ta trajtoj çështjen e përqindjes nga aspekti i menaxhimit të shtetit ashtu si unë e shoh. Pra ju keni vendosur që 1% të udhëheq me të gjitha komunat në kuptimin e menaxhimit të kuletrës për projekte të cilat janë për zhvillim të barabartë rajonal për ato 8 njësi rajonale sa i ka të ndara shteti jon, dhe të gjithë komunat do duhet të aplikojnë pikërisht me projekte tek Ministria për Veçeverisje Lokale, se s'ka asgjë të keqe sepse është kompetencë e asaj ministrie. Dhe dua të them se mos ka ardhur koha që sot në vend që ju të bënit shkarkimin dhe emrimin e ministrave, mos ishte koha që në vendin tuaj sot të emroni një ministër shqiptar për kryeministër. Sepse në aspektin e udhëheqjes së shtetit dhe këtyre përqindjeve të cilat unë i trajtova, sepse kështu na trajtoni ju, edhe në kushtetutë edhe gjithandej, do kishte qenë shumë më korrekte sepse dallimi në mes pjesëtarit të komunitetit që ju sot e emroni, që është 1% në shtet dhe shqiptarëve që janë 30% në numrin e përgjithshëm të popullsisë, është dallimi 29%. Ndërkaq dallimi në mes shqiptarëve që janë 30% dhe maqedonëve që janë 54% është 24%. Pra do ishte shumë më legjitime që sot ne të kemi mundësinë këtu të zgjedhim një kryeministër i cili do ishte me mandat më të gjatë se sa herën tjetër. Dhe do kishte qenë shumë më korrekte. Në qoftë se ju përmes propozimit që keni bërë duke venduar Stojlkoviçi në krye të Ministrisë për Veçeverisje Lokale, që do mbaje kuletrën e menaxhimit të buxhetit në kuptimin e shpërndarjes së programeve që komunat do aplikojnë, po jo vetëm mjeteve brenda shtetit, sigurisht në bashkëpunim me atë që ndan Ministria e Financave, por edhe IPA fondeve, sepse kjo ministri është ndërmjetësuesi i shtetit me fondet e Bashkimit Evropian, atëherë unë nuk dua të shoh anën e errët të kësaj pune. Nuk dua të shoh bllokimin që ju pretendoni se dua bëni komunave me shumicë shqiptare për projekte infrastrukturore në të gjitha aspektet, për ujë, për rrugë, për kanalizime kështu me radhë, dua ta shoh anën e mirë tuajën. Mbase mendoni se ka ardhur koha që një shqiptar të jetë në krye të shtetit. Do kishte qenë shumë mirë në qoftë se ky do kishte qenë propozimi juaj sot dhe do kishte pasur shumë më shumë arsye se sa këtë që keni bërë.